Qësh po do këtë ty kabineti qeveritar? Qësh po do këtë? A je befasu me najkon, a jo? Jo, jem befasu me numërën e rritjeve të pëmdoj ministrive, sepse këtë regon arrogancë për shtetit edhe shenja keqe. Mendoj që Ramush Haradinaj, kur ka po atë qeverin glomazë me 84 zonës ministra, aty ka hup kredibilitetin moral edhe i ka hup votat që i vinë nga simpatia dhe i ka rujt vetëm ato votat klienteliste që i ka rmet ofër progët. Pikërisht, kjo ju ka hakmar Ramushit, kjo do t'i hakmerët edhe Albinit, natyrisht, në Talman, se njerëzit, do më thonë, mojnë menë. Do më thonë, ata kur të thush, jo është këmë ministrë ka vjedhë, s'ka vjedhë, ata nuk shkojnë me amoj qiren, edhe se edhe procese gjyqësore nuk i besojnë shumë. S'ka me pas ma pak Po, nuk i besojnë shumë edhe procese gjyqësore. Mirë po, kur të shishti, që për shambull, që këto se cilës, do më thonë, njeri, edhe që, u rritë numëri ministrive. Ka i morën rrugat që ta pitokësve tona. Aha, dhe në përshtypje të keqe kjo gjo. Edhe si shkallon, dhe më thonë, Ramushi me qëri. Edhe pse ati shumë a shumë i arsutuot, pse ka pos qeverinë ati, se ka pos koalicion e pun të kesh me numra, me akomodu të gjitha tonë, kurse Albini se ka asë një problem. Albini tonë, dhe me thonë që të rëni, me hjek nestra për ministrave, prapë rrinë parti, s'kanë ku me shku. A kona e mërë që premton këtë? Nuk ka asë një problem, dhe më thonë, për me akomodu njës. Kina e mërë që thu që premton, thu, po, kë ex-minister do të bëj punën e ti? Shumica mastari ministrave që kanë qenë, nuk o dashtë mori zgjidh, Sa? po tash kë populli jonë, dhe më thonë, u shku i ka votu, edhe pse ata kështë qenë mirë, dhe më thonë, mos me i votu, se s'kanë punu, se s'kanë pas rezultate. Edhe, kështu që nuk është, do më se përket, kjo do më thonë në një vazhdimësi e së vjetrës. Atë që nuk do më thonë, nuk posjell risita në që është mandati dytë, edhe që diçka me konë ma premtus. Kur i premtoj ato, nuk e premtoj përfundimin e rrugës autostradës Prishtimi-Trojic, që ka fillu që 20 vjetë. A i kanë med... Si ka në mend se kështi edhe ato se ka shti plët. I kanë med edhe 5 kilometra, po si duket, do më thonë, tash... Nuk i llogarit, 5 kilometra kur gjë nuk janë për qeverin Kurti, Nuk e, po 5 kilometra nuk arrit me i bo për 5 vjetë qeverisi nuk arrit me i kry 5 kilometra. Problema është, ajo është një, do më thonë, pa aftësi. Unë i këmë sfigu, Sultan Abdulazizi, pej Ferizojt, Mitrovic, Korullën, pa bullëgjera, pa bagera në atë kohë, para 150 vjetë, po veç me kije, me kuaj, e ka marrue për, a dini për sa? Që të marrë, logën e Ferizojt e dini që ka shkru në vitin, 1873. A shkru? Po. Në stacioni i Korullës në Mitrovicu përëru në vitin 1874. 1871 ka njësë në Selanik, për 2 vjetë kam rinë në Ferizaj, pej Ferizojt për 1 vjetë dhe në Mitrovic. Dhe më thonë, 74, për 3 vjetë e ka përfundu Korullën, Selanik, Mitrovic, pa bullëgjera, pa bagera, me kije, me kuaj. E këtu 5 vjetë, në rrugën Mitrovic-Prishtinë në maru 5 kilometra. Halo s'kanë përfundu ato 5 kilometra. 1 kilometër në vjetë. Jo, pa halo s'kanë përfundu ato 5 kilometra. Që kjo nuk është një garantë që ka mu kry për këto 5 vjetë, as rruga për Tetov, as rruga për Gjakov, as për Gjilan. Në bazë të shembujt të qeverisë të kalume, jetë gjitha pa kry, nëse morën për bazë... A ke basha për që to, mi përfundur rrugë? Infrastrukturës. Okej, Malin e kemi tash. Tash ti mal basha për përfundur. Shiko, të shumim, do më thonë se kjo ministria, punët e Ministrisë të Infrastrukturës janë mas leti më motë. Edhe ma zorën më motë për shumë punë të arsimit. Po, qëtë. Edhe shëndetësisë e tjera, po të infrastrukturës e tjera. I kjo se se i kjo se sa kilometra, sa ura, sa e në bokë, do më thonë, ato
shihen. Kurse në arsim, që kishë me qenë sukses, lëvizja, do më thonë, në pozicionimin në rendin e pisës. Lëvizja universiteteve në ranglistën e botënore të universiteteve. Shangajt aty kuj. Do më thonë, këto e në rezultate konkrete, cilat, do më thonë, arsimi bëllë fund pusi u kohën e PDK-s, po gjatë kohës Arbria e Gasit ka shku edhe ma në fund. Apo do me dojtë një qështë tjetër? Unë e kom prit, nëse të Ministri Arsimit, kom qenë po thuj se i bindun që do tjetë zëtëri Gola, kësaj radhe, sepse është laku, shumë shpesh është laku si emën, është shumë e rëndësi këta njerëz qëfar ekipe marrin afër vete, se tash na po i shojmë veç të mëruarit politik në krye, po gjithë shka krynë këta. është shumë e rëndësi me po edhe ekipën, nëse i kthejmë Ministrisë Arsimit, se jam këtë fushë edhe vetë, unë e shoh për shembull, nëse e përcjellin prej fillimit, cilët njerëz janë largu prej kësaj ministrie. Domethënë, njerëzit kryesorë që kanë qenë, dhe një prej ministrive që ka pas mas shumë televizet dhe mes ministrave ka qenë Ministria Arsimit, kërkush është borahat. Edhe numri këshilltarëve mas shumë t'i kanë rrugë. Pas mund është ti me konë me pos ministrën në alfabet e me... Po, Se arsimikoj integritetin. Jo, po qëto është problematika. Pra ti qëtu të regon, sa e ki seriosisht me një sektor. Të më thonë, cili eksperti infrastrukturës, ullet edhe nga Dimalbashën t'i folë për një magistrale që shka me përfundu. Se prekat shumë për pare që ka një Dimalbashën. Po e di pse për përmenit. Po është sektori ndërma të rëndësishme, ta penim profën. Po i mërë se kemi për me ofendu. Qka nëse ju befasan Dimalbasha? Na po lutemi. Qka nëse i krypë Krejt qka mënët me bo aj, aj krejt qka mënët me bo është rrethin me bo 4 orë. Nëse kone i farë plani, se për ndryshe, unë spres diçka tjetër. Të shumica e, thash, të shumica e ministrive të tjera, shumë është me rëndësi këta njerëz. Se na du të me i po cilat janë prioritetet e kësoj qeverie për 4 vjetë ashme. Ase ngove, më nga ta shishoj me punë nga dëshmojnë. Kam tash, besnik nga duhet më referu dikon. E kom pik në zemër, arsimin. E kom pik në zemër, se është sektori me cilin mas shumë të është abuzu. Për 26 vjetë, sektori ku janë mbledh njerëzit më të padishëm. Sektori ku janë marrë vendime nga njerëzit që nuk është konsultu kur në herë që shduhet në ekspert që për një me kretë jetën e vetë është morë në këtë punë. Mirë ndo njerëz, para dite, mas dite në rrota i këshilltari, apet nesër në meret një zëvendës minister, largohet... Kulmi ka qenë qeverisja e fundit për arsimin. Për flasës për arsim. Pa dhe në kalumën, kemi pas raste zëvendës ministrave, pas një kredibilitet. Po e di ku po du me... Ministrit arsim të 5 arës ministra. Po du me demantu diçka profën. E di fatkecisht, e diçka po du me demantu. Se profa tha, Aleanca prej ati numrit malë që e ka pas ministrave, zëvendës ministrave, e ka marrë ndëshkimin. E kondër ta prof ka pas ndodhë. Në qatë periud, Aleanca u patë rritë mas shumë të nëjherë. I ka marrë 12% i ka pas marrë mas qasaj qeverie. Edhe vetë vendosja, po Aleanca s'ka pas nëjherë ma shumë se 12. Edhe vetë vendosja. Hajde i him të shrenë se cilit sektor. Se ki ministri që i ka 4 kanë. Jo, hajde prof, hajde i him rrenë se cilës ministri. Mas shumë janë votu që ta njerëz. Janë votu njerëzit që kanë pas mas pakti progres edhe që kanë donë rezultate ministritë respektive. Kështu që për një me është më marë pak, është më marë këtë gjithë seriosisht. Unë jem krenar, se një 3 pituni këmë pas student, jem krenar për këtë punë edhe janë mirë që janë aty, janë kësaj partije fatkeshësisht. Edhe se cila parti ka njerëz të mirë? Po të mirë, po të mirë fatkeshësisht kësaj partije që unë e mendoj që nuk do duhin me konë aty, po janë, dhe besoj që, ja, të shmë i Pse provë që ka të kjeqe, pa ta e dim. Që këta e persona publikta. Dhe besoj që kanë me pas... Prof, ajtë po dojna me ditë rezultatis. Dhe besoj që kanë me pas sukses, sepse... Cilat ministri? Ja, shka, seriosisht për folim. Mu për veti, sukur që se cilët për neve, na intereson se na, unë të pakten, nuk kam pasaport dytë. Jo, na jetojmë qëtu edhe kena vendosë pëndu. I shkolloj këtu, shkolla publike edhe private, do më thonë që, po si ka mundësi në private, po në publike, edhe jetoj qëtu, edhe jetoj edhe unë, edhe bashkërtja për nëjra në universitet, jetojmë ne, ko që nivelin e që është
të Kosovës. Prandaj, unë e një ma mirë që të sektor, Nezhe ka, supozoj, diko tjetër, kolegu diko tjetër, për shkak se e shujem se cili për i kontit vetë. Por, unë e thash fillim që në hapje, sukur të do desha me konë njëri ma i lumëtur, sukur të ndodhte ajo që e thasë të kryeministri Kurti në ekspozen në parlament. E boni Zvicrë dhe për te Zvicrë. O shknashësi edhe për mua dhe për ty, mi atu në qatë shtetë imaginarë.